të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe ju motra. Jemi në gjuman e radhës, ashtu si që kemi fillu nga gjumaja e parë e këtij viti 2026 për të folë për familjen dhe rreth familjes, sepse është qeliza e shoqërisë, sepse është forca më e madhe e kësaj bote, është familja, e ne edhe si këmbë, edhe si fe, familjen e kemi të shenjtë, të veçantë, dhe aty nuk guxon të prek as kush dhe nuk lejojmë të na i degradoj as kush për as një çmim, për as një joshje të kësaj bote. Familja është mbi të gjitha mas Zotit xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Andaj i kemi arrit deri te një temë që e forcon familjen apo institucionin e familjes. E ajo është familjet e tona kanë nevojë për fjalë të buta që shërojnë plagët e padukshme. Plagët e padukshme nuk mund të na identifikoj mjeku, nuk mund të na identifikoj çfarë dush fotografimi. Fjala e pamatur që shkakton plagën shpirtërore, askush nuk ka mundësi me identifikuan. Për këtë arsye, lëndimi më i madh është lëndimi shpirtëror. Një fjalë e pamatun tër jetën e ka shoqëruan, derisa kur ka dhënë shpirt, ai e ka mbajt, e ka mundu ajo fjalë. Për këtë të dashurit e mi, shumë të kujdesshëm në fjalorin ton, se ndoshta shpesh herë nuk po jemi të kujdesshëm, e ajo fjalë po e lëndon dikënd, po ja prish karrierën dikujt, familjen po ja shkatron, po ja humb autoritetin dikujt. Për këtë arsye, mas shumë ti ka thonë Muhammed Mustafaja, që kanë me hyrë në xhehenem, janë ata dhe ato që ndaj gjuhës së tyre nuk kanë qenë të kujdesshëm. Për këtë një dietar një ditë u pyet dhe i thanë, si mundemi ne me ditë se e kemi një familje të shëndosh dhe të konsoliduar, të formuar mirë? Ai dietari u përgjigj duke i thënë, shiqoje vetveten çfarë fjalë, çfarë biseda hap në familje. Çfarë fjalë t'jen, ashtu e ke edhe familjen. Janë fjalë orate, janë fjalë unifikuese, janë fjalë që shprehin falënderim, që shprehin dhe dhurojnë dashuri. Familja është e butë, është e qetë, është e dashur dhe është e bashkuar. Ka fjalë arrogante, me zotën ngritur, me urrëtie, me ofendime, me shantazhime. Nuk ka mundësi me qenë një familje e lumtur kur ekzistojnë fjalë të këtilla. Familjet tona ruhen dhe ndërtohen përmes fjalëve që ne i shprehim. Nëse janë të buta, formojmë një familje shumë kreative dhe shumë përparimtare. Familjet e tona shkatërrohen nëse përdormi fjalë të egra dhe denigruese në të. Fjala është përgjegjësi. Fjala është amanet. Fjala është mëshirë. Fjala mund të jetë edhe plagë për familjen tonë edhe për shoqërinë tonë. Ka plagë që shifen në trup, po ka fjalë të mbrëmshme, ka plagë të mbrëmshme që nuk shifen. E ato shumica janë kriju nga fjalët e të tjerëve të pakujdesshme që na kanë lëndu dhe na kanë shkatru. Për ka plagë që hiç ne nuk mujna me identifikuan, e ato janë ardhur si pasojë e fjalëve të njerëzve. Shumë bashkëshort jetojnë në një shtëpi, në një qati, por zemrat i kanë
larg nga njëri tjetri, për shkak të fjalëve të vrashta dhe urrëties që kanë në mesveti. Bashkëshortët kanë nevojë për fjalë të ëmbla, të përafërta, levatuese, mirëkuptuese. Për këto fjalë kanë nevojë bashkëshortët. Për shka është tu tek ne sot divorci? E para është nga pakujdesia e fjalëve ndaj bashkëshortëve. Shumë fëmijë buzëqeshin para nesh, por brenda tyre mbajnë sekrete të fjalëve që i kanë lëndu mas pari prindët e tyre. Shumë fëmijë kur dolin jashtë, e ti e përshëndet, ai të buzëqesh, e ti a hop krat, ai me padurim vjen më të përqafu. Arsyeja se në familje nuk është duke marrë fjalë të mira, nuk është duke marrë buzëqeshje, nuk është duke marrë përqafime. Në familje ka urrëtie. Ky fëmijë bart pasoja deri në atë moment kur t'ja dorëzon shpirtin Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Sa prind janë plak me dhimbje nga një fjalë e pakujdesshme e djalit apo vajzës. Dashurit e mi, dikush po e shohim edhe sot, babës edhe nanës ja afron ushqimin më të mirë, ja afron mjamush kuletën me pare. Nuk jetë e kry obligimin. Nana dhe baba kanë nevojë për mi shpreh dashuri, për mi thonë, a më në qove, a je lodh, a je mirë, a ke nevojë më të qunë sot dikon, a ke nevojë për një shërbim, me ullë me bisedu me ta, u kryt e plak, rrinë shpes, të tanat i ki, shka të të mungu, nëzet po, me onë me pipo, rriqët, kja fjale e lëndan, fart e lëndan, për këtë deri sa t'ja dërzën shpirtin, a je mba në vetën e ti. Allahu na urdhëron që të flasmi mirë, o kulu li nasi husna, folni ju njerëzve veç fjalë të buta, veç fjalë të mira me ju folën njerëzve. Allahu na urdhëron, profeti thejke, ose folni mirë, but, ose heshtni. Shërbimin më të madh nga njerë që mujë mja bon familjes, është me heshtën. Allahu thot, fjala e mirë është si kur pema e mirë. E profeti thëjke, më i miri prej jush është ai i cili është mirë me familjen e ti. Dhe unë jam thëjke mas mirë ti me familjen time. Dhe zatën një ditë kur u pyet nga një person që mendojke se Rasulullah i këtë person e dënë mas shumë ti. Tha, kë e dënë mas shumë ti, ja Rasulullah. Tha, mas shumë ti e du bashkëshortën time. Tha, ja Rasulullah, vallaj, nuk të pyta për familje. Mas sa, jash familjes, ka e dënë mas shumë ti? Tha, mas shumë ti e du babën e saj. Filloj Rasulullah me ju dhonën dashuri dhe respekt të gjithë familjarve që i kishte të afërt, që i dojke, dhe thëjke, dashurin më të madhe dhe respektin, e jap do thot në familje. Profeti thëjke, nga çdo gjë që hiqet butësia, shëmtohet. Të çdo gjë që hiqet butësia, aja gjë do thot dëmtohet. Familja pa butësi, bëhet vend tensioni. Këni po ka njerë, dhejës traktorit e do familje, pa akumulatora, kret tensionum janë aty, i madhe dhe i vogël janë tensionum. Ma botë të doshurit e mi, qetë, sepse nuk ka mundësi me formu një familje të mirë, aty ku ka ngritje të zërit, tensione, ofendime, nuk ka mundësi, botë, qetë. Për këtë në Evropë e kanë këtë edukat. Shkon për me kry një shërbim në komunë apo në ministri, aja po aja fol në telefon, e ti nuk e nin heq. Te na dhe na për institucione e ngrejnë këtë ngritjen e zërit. Po s'moj më ta kry këtë punë o burë.
ma bot thu, ma burë se do ma plas zemrën. Ma bot, nuk kam mundësi më ta kry, se rregulli është kështu. A monit kov me edukat, se na jemi njerëz të kulturum jemi. Po shpesh njerëz që i kemi në vende adekuate, nuk e kanë edukatën e duhur për të thonë ma but. Për këtë butësia dhe afërsia e Muhamedit a.s. me familjen e tij ishte në kulminacionin më të madh. T'ja jap dy shembull shpejt blec. Muhamet Mustafaja për çdo ditë, ama bash për çdo ditë, me bashkëshortën e tij dalke në vrap. Me vrapu. Dhe çuditërisht gjithmonë Hazreti Aisha ja ka kalu Muhamedit a.s. E një ditë Muhamedi a.s. e ka përdorur një metodologji. Ka thonë, oj Aisha, një muj s'kena me dal. Kena me thejrë një deve. Kanë hangër mish. Mas një mujit ka vizatu vijen dhe cakun. Filloj e Rasulullahi ja te i kalaj. E aja undal dhe i tha, ti nuk më paske dhanë mu e mish, për mu knaq, po ti më paske dhanë mu e mish, që unë e më urëndu, dhe ti më ma kalu, tha vallaj për qatë punë. Bile s'poku njëherë një jetën teme, unë e ty ta te i kalaj. Në vrap, qëfar harmonia e mirë, e një dit, i thiri shokët për drek, edhe po ju tregan, po i lavdran, tha nana juj, bashkëshortja ime Safia, aja e ka përgadit ushqimin. Sa bukur më burr, në familje, shoqëri, mesh, kur të vjen, bashkëshortja ime e ka përgadit këtë ushqim. Nana, motra, halla, këto e kanë përgadit me ngrit pozitën e tyre, me i lavdru, kështu na ka mësu Muhamedi alayhi salatu wassalam. E Hazreti Aisha e ka plaj xhelozia. Tha pse s'po më përmend mu, pa e përmend. Aja e kishte përgadit. Dhe në moment kur don me ja servu ushqimin, aja shkoj dhe me brylin e krahut djath, i mshoj të nxerës dhe ja fejo. Rasulullah i po ngritet në kam, vesh shumë mirë me analizu, këtë citat me bo më në ndodhë neve. Edhe o leksi me rvesh. O ngret në këmbë me një pjadë dhe një lugë, po e mbledh ushqimin e mbetur dhe po ju thot shokëve të vet duke buzëqesh, nona juve u bo xheloze. U bo xheloze. E vjen Hazreti Aisha duke kërku falje. Tha Aisha, kërkoj falje Zotit, bleja enën këtë tenxherën Safijës dhe jemi gjithçka do thot në rregull. Çfarë harmonia dhe në momente të këtilla po e shfosh profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Të dashurit e mi, sot shumë familje nuk shkatrohen nga varfëria. Sot shumë familje shkatrohen nga fjalët e vrashda dhe të egra. Një prind që i thot fëmijët, ti kur zbëhesh njeri. Shumë është aktuale kjo fjalë. Ti kur nuk bëhesh njeri. Ja shkatron burrin ati fëmijët. Ja shkatron mundësit ati fëmijët. Por thuj, ti i ki gjitha mundësit. Ti i ki gjithë potencialin dhe ti mundesh me arrit. Një grua që i thot burrit, ti s'vlen para asgjë. Bile ka një herë, hinin do të thonë, me pasdi që je qështo, kur s'isha martu me tyje. Subhanallah. Si që martu kur me ta? Nuk ban dashurit e me. Mirë po atina me i thonën, ty të mungon kjo, po bëhet kjo përmirësim. Vetë Zoti që ka bo nasib që ti me qenë bashkëshortja im. Apo ai me i thonë, vetë Zoti ka bo nasib që ti me qenë bashkëshortja ime. Edhe në ato momente të vështira dhe kritike. Ashtu e inkurajon, ashtu e formon familjen. Mirë për me urrejtje dhe me xhelozi nuk bëhet. Familja ka nevojë për fjalë që qetësojnë, fjalë që falin, fjalë që motivojnë dhe fjalë që shërojnë. Për këtë Jusuf el-Kardavi thojke, familja nuk bëhet me urdhra dhe britma. Nuk formohet me urdhra, ushtarak dhe me britma, por me mëshirë, me dialog dhe me fjalë që ngresin moralin e familjes. Mustafa Mahmudi thejke, ka njerëz që ankojnë nga plagë që mjeku nuk i shef,
por ata plag janë shkaktu në familje. Shpesh nuk ka mundësi me identifiku smundjen mjeku. Në moment që nuk mundët me identifiku mjeku, dini se nga fjalët e thëna për shumë vite të kaluara që janë akumulu aty në mbrëmsin, ato janë duke e shkatruan edhe duke i shkaktuan ato dhimt. Ibn Hazmi thejke, kush e ruan gjuhën e ti, e ruan nderin dhe dashurin e familjes. Dhe Abdul Kader Gjejlani thejke, shtëpi ku mungon mëshira në fjalë, shtëpi ku mungon mëshira në fjalë, bëhet vend i errët edhe nëse është plot dritë. Keni po shtëpijat 150.000 euro, komoditet i papar paraprakisht, ushqime, mundësit gjitha, dzëmt. Njonin atë ka ush, tjetërin këtë ka ush. Shhh, mos fal, zban, sunja qëllan, urrejtje. Hosh, tanat mirat be pos jemi të knaq. O shkaktari është të fjalt dhe krejt në fund, mos kërko respekt me brit, fitohe respektin me butësi. Një fjale but mund të shpëtoj martesën. Një fjale but mund të shpëtoj jetën njerëzis në përgjithësi. Allahu na përdort për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.